Qeveria ka ndryshuar listën me projektet prioritare për periudhën 3 vjeçare 2026-2028. Ky dokument i qeverisë i miratuar në fillim të këtij viti me 134 projekte madhore ka ndryshuar dhe ka të listuara 120 investime në të gjitha fushat e ekonomisë, nga të cilat 48 projekte janë maturuar dhe ka nisur zbatimi, 36 projekte janë proces dhe 36 të tjera janë projekte të pamaturuara, pra janë ende një ide, por e pa zhvilluar më tej. Për herë të parë është futur në listën e prioriteteve dhe rehabilitimi i linjës hekurudhore Rogozhin-Vlorë dhe lidhja e re me aeroportin ndërkombëtar të Vlorës. Vlera e këtij projekti që konsiderohet i pamaturuar përllogaritet me 220 milion euro. Në dhjetor vjet u hap tenderi për studimin dhe artimin e projektit për rehabilitimin e linjës hekurudhore Rogozhin-Vlorë si dhe lidhjen me aeroportin e Vlorës. Janë 84 kilometra linjë ekzistuese Rogozhin-Vlorë që do t'i nënshtrojnë rehabilitimit për shkak të dëmtimit të madh të infrastrukturës. Edhe në këtë hekurudhë planifikohet jetë elektrike, shpejtësia do të arrijë deri në 120 km/h. Po ashtu ka ndryshuar statusi i projektit të vënies në punë të termocentralit të Vlorës, nga pjesërisht i maturuar ka kaluar në status i pamaturuar. Kostoja për ta vënë në punë këtë tec mbetet e pandryshuar, prej 250 milion euro.